Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të Pod Flas. Sot do flasim për ankthin social, se si ndikon ai tek fëmijët, çfarë është ankthi social dhe si trajtohet ai. Sot të ftuar kemi psikologe Marsiola Domi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë episod të Pod Flas. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën, është shumë kënaqësi. Nisur nga tema, patjetër që duhet një psikologe e cila merret drejt për së drejti me fëmijët, e cila është aktualisht në punë të përditshme me fëmijët. Është një temë normalisht shumë e përhapur dhe shumë e diskutuar, që ndikon te të gjithë fëmijët dhe adoleshentët padyshim. Dhe ajo që sot në ditët e sotme përsëri termi psikologut është akoma i pa pranueshëm, pothuajse për realitetin ton. Prandaj për të diskutuar këtë temë, duhet pikërisht ai që merret me problemin, ai që trajton problemin dhe ai i cili drejtohen të gjitha problemet në momentin kur çdo gjë ka arritur kulmin. Çfarë është ankthi social dhe si ndikon ai tek fëmijët? Okej. Ankthi social, për mos ta përmendur si diagnozë, se duket shumë e rëndë, është një çrregullim emocional që kap fëmijët dhe të rriturit. Tek fëmijët është pak më e vështirë për t'u identifikuar në fillim, sepse kemi të bëjmë me variabla që janë prindrit, janë mësuesit, dhe ndonjëherë justifikimet e prindërve që nuk arrin t'i identifikojnë simptomat. Ankthi social është çrregullim emocional i cili ka një fillim, sigurisht që shoqërohet nga opsione të ndryshme sepse shkaktohet, por ndryshon nga turpi që është momental. Sigurisht turpi është emocioni që shoqëron një situatë të caktuar, ndërkohë ankthi social është një çrregullim i cili varion në kohë dhe simptomat nuk është se zhduken me mbarimin e situatës, por aktivizohen sa herë që fëmia vendoset përballë situatave sociale, nga më të ndryshmet. E qartë, normalisht kjo çfarë edhe ju sapo përmendet është ajo pjesa që ndoshta rastet e referuara praktikisht nga prindrit mund të ngatërrohen termat ankthi social me turpin, me ndrojen. Si perceptohen këto terma nga prindrit? Okej, gjithmonë kur ndodhin situata të caktuara nga praktika e përditshme, prindrit priren që të thonë që po ka turp, e ka në karakter, vjen pak më i ndrojtur, pak më introvert, po më kanë ngjarë mua bashkëshortit, dhe gjejnë se kujt i kanë ngjarë fëmia. Por ndonjëherë ose përpiqen t'i minimizojnë simptomat, ose nuk di të them, ndoshta i justifikojnë ato sepse mekanizma mbrojtës së prindrit. Eksakt. Janë mekanizma mbrojtës së prindrit sepse është e vështirë ta pranosh që mund të kemi të bëjmë me një çrregullim emocional tek fëmia. Dhe siç e shpjegova edhe pak më parë, ndryshon një fëmijë që ka turp nga një situatë e caktuar, sepse mund të vihet përballë dikujt që po e sheh për herë të parë, dikujt që po e vlerëson dhe situata të ngjashme. Dhe ndryshon një fëmijë i cili ka ankth social, e përjeton me simptoma këtë situatë dhe shumë situata të tjera sociale. Kështu që duhet të jemi shumë vigjilent për të kuptuar se a është vetëm një situatë, apo bëhen 2, 3, apo bëhet në kohë e shtrirë si problematik që të dim pastaj ku të drejtohemi. Dhe normalisht është psikologu në momentet më të mira është ai që referohen prindrit. Por që nuk ndodh gjithmonë. E qartë. Kjo pjesa e ankthit social sa ndikon në jetën e përditshme tek fëmijët dhe adoleshentët, po flasim. Po. Shiko, kur e kemi të mirëfill që është ankthi social i pranishëm, ndikon pothuajse në përditshmëri duke prishur balancat e ditës së fëmijës dhe adoleshentit. Nuk ka rëndësi nëse është fëmijë apo adoleshent, nëse kemi këtë problematik, gjithmonë kemi prishje të balancave. Dhe kjo vjen për arsye nga më të ndryshmet, por më e rëndësishme është përballja me situatat sociale. Ne jemi të detyruar dalim mëngjes nga shtëpia dhe fëmijët do vinë në shkollë. Në shkollë janë me një grup të caktuar nxënësish të tjerë. Që futen në rrethin social. Do duhet të ndërveprojnë. Është mësuesja në krye që do ta pyesi për të parë se ç'a dihesh ka përfituar, ç'a nuk ka përfituar. Një fëmijë me ankth social është momenti që do tërhiqet sepse të performojë përpara të tjerëve, aktivizon gjithë simptomat e mundshme. Kështu që
arrim të kuptojmë në këto nivele se me çfarë kemi të bëjmë dhe se sa të aktivizuara janë simptomat. Po themi tani është ajo pjesa që normalisht akti social mund të ndërhyjë në jetën në përditshmërinë duke prishur atë rutinën dhe një vijshmëri të rutinës ditore. Po, e drejtë. E prish rutinën ditore deri në refuzim. Pra, fëmijët kur kanë të bëjnë me ankth social, zakonisht refuzojnë të vinë në shkollë. Unë kam parë fëmijë të cilët për një javë rresht, për mos të thënë 2, kanë refuzuar të vinë në shkollë duke thënë që nuk jam mirë, më dhëm barku, Këto janë simptomat e tjera ndoshta që duhet të vijnë në re. Po, këto janë simptomat të cilat fëmia i manifeston në momentet që ka të aktivizuar ankthin social. Dhe një prind, patjetër që duhet shqetësohet pikë së pari nëse kemi të bëjmë me diçka fizike, se duhet marrim masat për këtë. Dhe nëse nga ana fizike, pra ne shikojmë edhe këtë pjesë, nëse këto simptoma janë vetëm në një ambient social, po në shtëpia i kemi këto simptoma, nëse si kemi do të thotë shumë. Kështu që duhet të jenë të vëmendshëm prindrit për të bërë diferencën. Okej, në momentin që konstatojmë pas një vizite pothuajse shëndetësore, mjekësore, në momentin që çdo gjë shëndetësore është okay, atëherë duhet të merret të ditët. Okej, kjo është do me thënë, kur prindi konstaton që nga ana fizike fëmia është mirë, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, duhet të kërkojë një ndihmë profesionale, duhet të konsultohet me një psikolog që në rastin më të mirë çdo shkollë ka, duhet vi tek ne praktikisht dhe të na përshkruaj rastin. Fëmia ka 1, 2, 3 simptoma, në shtëpi nuk i ka në shkollë, i ka sa herë duhet shkoj diku në një festë. Do me thënë, është një term që mua më pëlqen shumë. Psikologu më i mirë i fëmijës është prindi në radhë të parë. Dhe prindi arrin të bëjë diferencat. Pra, këto simptoma janë në këtë mjedis, por nuk janë në mjedisin tjetër. Dhe atëherë, kur ne marrim informacion të plotë për fëmijën, ne arrim të kuptojmë pastaj, për mos të vënë diagnoza, se mua nuk më pëlqen shumë të punoj me diagnozat, por arrim të kuptojmë problematikën dhe të punojmë me problematikën. Po. E qartë. Dhe këto moment është ajo pjesa, a mund të sinjalizohet ndoshta prindri nga ana e psikologut, mësueses për disa simptoma sjellje në fakt që janë vënë re nga shkolla dhe të transmetohen tek prindri që janë vënë re. Po, në fakt, shiko, mësueset kujdestare, mësueset e fëmijëve, kur flas për kujdestaret, janë ato që shpenzojnë më shumë kohë me fëmijët. Vënë re simptoma, nuk po them simptoma, por vënë re vështirësi që mund të hasë fëmia gjatë kohës, të tipit kur i kërkohet që të lexoj, refuzon, mësuesi njofton fëmijën, më fal prindin që duke i thënë se nuk e kuptoj, ai di të lexoj shumë mirë, pse nuk pranon, dhe në bashkëveprim, patjetër që është detyra dhe mësuesve në këtë rast që të njoftojnë prindrin, në bashkëveprim ndjes arrin të kuptojnë se a është një problematik që duhet marrë një hap më tej, patjetër që jemi dhe ne aty prezent kur mësuesi vëre diçka, por duke qenë se kemi të bëjmë me minore, ne gjithmonë kemi miratimin e prindërve. Patjetër. Kështu që ne na duhet një miratim të futemi sa më thellë në etapat e punës. Çfarë roli luan psikologu i shkollës në këtë moment? Cili është tamam funksioni i tij në këtë pikë kyçe? Janë piketuar nga mësuesja disa vështirësi, është pjesa që është informuar dhe prindri dhe hyn psikologu. Çfarë ndodh më pas në këtë moment? Po, ne funksionojmë në multidisiplinë, në trekëndësh, ne prindi dhe mësuesi. Sepse ne kemi nevojë për sa më shumë informacion të mundet, në mënyrë që të ndihmojmë fëmijën sa më shumë dhe sa më mirë të jetë e mundur. Patjetër që pasi mbledhim gjithë informacionin, marrim miratimin e prindit, ne kalojmë në punë direkte me fëmijën, që ka të bëjë shumë me psikoedukimin që i bën prindi fëmijës, sepse fëmia nuk duhet ta shohë nëse prindi i thotë që do shkojë te psikologu, nuk duhet ta shohë si ndërshkim. Nëse e sheh si ndërshkim, puna jon ka dështuar pa filluar. Pra, psikoedukimi dhe nga prindi, qoftë dhe nga ana jon. Kur është nga ana jon, ne e dimë si duhet ta bëjmë, por edhe nga ana e prindit ne fillojmë edhe trajtojmë pak se si prindi duhet ja transmetojë informacionin fëmijës. Ardha në një psikolog është vendi ku ti gjen mbështetje emocionale, ku ti ke hapësirën tënde për të shprehur shqetësimet e tua, patjetër që pavarësisht se është fëmijë, adoleshent apo i rritur, e ka shumë të rëndësishme që fakti që
gjithë informacioni është i mbyllur, pra ngelet aty, është konfidencial. Dhe sapo ti jep këtë si gjë, sigurin, normalisht që të testojnë, por momenti që përfitojnë këtë sigurin, janë të gatshëm të japin informacionin, shqetësimet, simptomat, dhe këtu fillon puna e këshillimit, e terapive që ndiqet më vonë në varësi të rëndesës së problematikës. Mund të ndryshojnë për shembull pjesa që mund të perceptohen ose mund të shikohen nga këndvështrimet të ndryshme, për shembull mësuesi mund të vëre simptoma ose vështirësi të tjera, manifestohet një sjellje ndryshe, ndryshe nga ajo çfarë manifestohet në shtëpi, ose mund të jetë ndryshe, prindja percepton ndryshe çfarë fëmia bën në shtëpi sjellje dhe ndryshe në shkollë. Për shembull, prindri thot fëmia im ka mësuar shumë për provim, është përgatitur shumë, ai është një fëmijë shumë ekspresiv, një fëmijë që ka shoqëri, te pallati është gjithë lagja e njeh, dhe ndërsa shkon në shkollë, ai nuk mundet të jap as 10% e atij çfarë është si fëmijë, si në shoqëri, si në pjesën akademike, si në marrëdhënie me mësuesit. Si e shikoni ju këtë, duke qenë se jeni në përditshmërinë tuaj aktualisht pranë psikologëve, pranë institucioneve të ndryshme si në shkollë dhe në kopësht? Shiko, ka plot raste që prindrit sillin një informacion të ndryshëm nga çfarë ne kemi në shkollë. Do me thënë, nëse ne paraqesim një fëmijë i cili ka vështirësi të krijojë kontakt social me të tjerët, prindri thotë si ka mundësi se në pallat, siç e thatë edhe ju, ai ka shumë shok. Ndërkohë, këtu fillojmë dhe studiojmë sjelljen në momentin që ndodh, në vendin që ndodh, për të parë që është vështirësia ndjes sepse kemi të bëjmë me fëmijën i cili nuk është përshtatur mjaftueshëm, apo prindi nuk është koherent, pra nuk e njeh mirë fëmijën në ambientet e shtëpisë mbas shkolle. Këtu duhet të jemi pak dyshues për informacionin që marrim dhe studiues për informacionin që kemi. Sepse fëmia nuk është një lloj si në shkollë, si në shtëpi, sepse në shtëpi, është rehat, është i lirshëm, është një vend ndoshta paq rregulla sa që shkolla. Megjithatë sjellja nuk priret ose nuk pritet të ndryshojë kaq shumë. Ka të kundërta, po thjesht. Patjetër që një fëmijë kur ka ankth social në shtëpi nuk priret ta shfaqë shumë sepse është me familjen e tij. Dhe në shkollë ne e dim që do ta shfaqim më shumë dhe e presim në momentin që e ka, sepse kemi të bëjmë me një ambient social ku ti ti pritesh të performosh. Kështu që e diskutojmë kur bëjmë gati prindin për të dhënë një informacion pak më të vërtet. Jo sepse përgënjeshtrojmë atë që prindi di. Patjetër ne e marrim të mirëqen dhe atë. Mund të ketë shok fëmijërie, fëmia për të cilin mund të jetë duke folur. Dhe e ka shumë komode që të jetë me ta, por të krijojë shoqëri kur vjen transferohet nga një shkollë tjetër, fjala bie, apo nis viti i ri i klasës së parë, një adoleshent që transferohet, dhe këtu është vështirësi, sepse nuk është i ambientuar. Po. E qartë. Në momentin që kemi rastet të tilla, si manifestohen vajzat, dhe djemt ndryshe, apo janë njësoj? Shiko, unë shoh për ditë vajzat e djemt, të cilët mund të kenë nuk them ankth, por simptoma të ankthit dhe manifestojnë ndryshe. Vjen një vajzë te zyra juaj, troket. Vjen një vajzë dhe thotë, çfarë ndodh më pas? Kam shumë stres. Thotë, e ndjej, kam ankth, kam stres, arrin ta verbalizojnë. Vajzat janë më pranuese për emocionet që kanë. Ndërkohë çunat janë pak më të ndrydhur. E para njëherë është pak më e vështirë të vinë vetë tek zyra se sa vajzat, sepse fatkeqësisht, pavarësisht se sa ne e kemi arritur ta pranojmë dhe ta marrim afër vetes rolin e psikologut në shoqëri, prap kemi pak një ngecje, një hezitim, dhe çunat janë këta që e tregojnë më së shumti. Por në momentin që qoftë kur unë i thërras të vinë në zyrë, më së tepër mi ndodh sepse mund të thonë kam timbje barku, më dhëm koka, simptoma fizike. Edhe vajzat mund t'i manifestojnë në të tilla forma, por janë më të verbalizuara dhe më të pranuara për çfarë po ndjejnë. Çunat jo, djemt jo, e kanë më të vështirë ta verbalizojnë, ta pranojnë, por e kanë më të thjeshtë ta manifestojnë me simptoma fizike. E qartë, në momentin që ju thatë që vjen, për shembull, një vajzë në zyrën tuaj dhe thotë që kam stres, ankth, çfarë do të nuk kuptoj ajo eksaktësisht me këto fjalë? Pse pikërisht zgjedh
të përdor këto dy terma. Çfarë fshihet pas këtyre termave që vijnë kur pranë jush, pranë zyrës tuaj? Po, edhe ne I pyesim, sepse Eksakt, dhe sa më konkretisht, çfarë? po, këtë do thoj, sepse pavarësisht se sa mirë është që ka ndodhur që njerëzit tani po I ulin disi tabut për të përdorur dhe për të pranuar çdo terminologji të psikologjisë, ndonjëherë keq përdoren. Kështu që pavarësisht se një vajzë, një djalë apo kushdo qoftë vjen dhe thotë un kam stres, kam ankth, ne fillojmë edhe pyesim për të kuptuar më qartë. Çfarë specifikisht ndjen? Çfarë ta shkakton? Ndonjëherë thonë nuk e dim, po e kam e ndjej. Fillojmë dhe pyesim pak më thellë, çfarë ka ndodhur, çfarë ka ndryshuar në rutinë. Pra ne fillojmë dhe kërkojmë informacion për të kuptuar, sepse mund mos jetë ankth, mund mos jetë stres, mund të jetë dëshpëri, mund të jetë mërzi, mund të jenë emocione nga më të ndryshmet. Duhet I emërtojmë një herë si duhet, pra nuk pranojmë vetëm ç'a na sjellin, emërtimin që nxënësit na sjellin, por fillojmë edhe pyesim për të kuptuar ne se ku qëndron fëmia në të tillë rasti. E qartë, dhe në momentin që u bëni këtë pjesën e identifikimit, emërtimit, mbledhjes së informacionit, çfarë ndodh më pas konkretisht, domethënë si funksionon pjesa e rolit, pikërisht rolit të psikologut në shkollë në të tilla momente? Po, ne fillojmë me pjesën e këshillimit. Fillojmë me këshillimin, shikojmë se si mund të menaxhohet në rast se fëmia ka problematika që kërkojnë shumë punë dhe një person akoma më ekspert, ne sigurisht që kërkojmë prindin në takim, I shpjegojmë pak a shumë situatën dhe të drejtohet në një person specialist që mund të jetë psikolog më I trajnuar, më I specializuar në një drejtim caktuar, dhe domethënë të gjej një person tjetër më të trajnuar dhe specializuar në lidhje me problematikën. Jo gjithmonë. Them kur problematika është goxha e agravuar. Në momentet që ne arrim ta menaxhojmë në shkollë me këshillim, me terapi, atëherë gjërat funksionojnë dhe qetësohen. Dhe çdo gjë zgjidhet brenda shkollës. Po, eksakt. Por gjithmonë varet nga problematika që fëmia sjell, se ndonjëherë duken shumë të vogla, ndonjëherë vinë me kam stres dhe kam ankth dhe përfundojnë që nxjerrin trauma goxha të mëdha. Dhe sidomos traumat që vinë nga jashtë shkolle, pra situatat madhore që vinë jashtë shkolle, që bëhet fjalë për humbje, prindrish, për abuzime dhe gjëra të tilla, gjithmonë kërkohet të takohet me prindin apo kujdestarin primar për të bërë një referim diku tjetër. Në qartë. Ajo çfarë doja të pyesja është ju arritët ta shprehin më parë, është pjesa cilat janë pikërisht to raste, domethënë kur ndodh është mia që mund ta tejkalojmë atë pa arritur të ankthi social, jo vetbesimi, jo pjesa e emocioneve, jo pastaj pjesa e traumave të tjera, domethënë që ju sapo përmendet. Në momentin që fëmia janë këto pjesë që janë më të lehta, pjesa e vetbesimit, sa janë të shtuara këto raste që vinë dhe kërkojnë ndihmë pranë zyrës tuaj? Shiko, raste ka pafund. Me këtë dua të them që çuditërisht, nuk di të them për më përpara, por tani kam vënë në re një fenomen të çuditshëm, që prindit I edukojnë fëmijët me frymën se duhet jesh I pari. Ti biri nënës duhet fitosh gjithmonë. Nëse ti nuk je I pari, duhet luftosh për të qenë I pari, duhet jesh më I miri. Por kjo nuk funksionon, se këtu ti dëmton fëmijës vetbesimin, se nuk mund të fitoj gjithmonë. Dhe kur unë futem për të bërë një temë të caktuar në një klasë, tek të vegjëlit zakonisht bëj një lojë për ta bërë temën pak më të prekshme. Dhe është e pamundur që fëmijët të argëtohen me lojën, sepse fillojnë qajnë se nuk fitojnë. Dhe këtu humbet kuptimi I lojës. Dhe një fëmijë që nuk fiton 1, 2, 3 herë fillon dhe I bie vetbesimi. Dhe mungesa e vetbesimit fillon si një nga simptomat e ankthit social. Kështu që një gabim, le ta themi, gjejmë një terminologji tjetër më të bukur, nuk di të them për momentin, është që fëmijët nuk mund të edukohen me ti duhet jesh më I miri dhe ti duhet fitosh gjithmonë. Po, ti duhet përpiqesh gjithmonë për më mirë, ti jesh versioni më I miri vetes, pra të gjesh një lloj forme tjetër se si ta edukosh fëmijën me një vetbesim dhe me këtë sensin që ti duhet jesh versioni më I miri vetes. Por nuk mund ta edukosh se ti duhet jesh gjithmonë, ti duhet fitosh gjithmonë. Ndonjëherë do ketë njerëz, eksakt, ndonjëherë do ketë njerëz më të mirë se ne. Kështu që fëmia duhet ta mësoj këtë në momentin që është. Vazhdon thyet me rritjen, sepse
Duke u rritur, kuptojnë që ka njerëz më mirë se ne. Dhe është ajo pjesa që duhet të jetë mirë në të gjitha fushat. Që është dhe kjo sidomos te pjesës akademike, përgjithsisht është deri në gjimnaz, për shembull, është ajo pjesa pritshmërive që fëmia duhet të jetë në të gjithë fushat. Është presion nga prindrit. Por ka raste të tilla për shembull që është pjesa e presionit të lartë nga familja dhe normalisht kanë arritur në atë pjesën që fëmia i manifestojnë pastaj në mënyra të ndryshme. Që ka raste që prindrit vinë me një lloj presioni akademik te fëmijët, patjetër që ka. Edhe fëmijët vinë tek zyra ime, edhe pa i thirrur, edhe pa më thënë prindi diçka dhe pa më thënë mësuesi, vinë dhe më thonë jemi të lodhur. Dhe këtu ti arrin të kuptosh që ngarkesa e fëmijës, ngarkesa psikologjike përveç asaj e marrë në kohë, pra të mbaruarit detyra, të çuarit në 10 kurse mbas shkolle, e gjithë hapësira e zënë vetëm nga ana akademike është e lodhshme për fëmijët. Por kur fëmia arrin të vinë në zyrë duke thënë që unë ndihem i lodhur, ti e kupton që ky fëmijë po kalon në ezaurim. Dhe është momenti që ne sigurisht të rrasim prindin. Që ka prindër të cilët nuk e pranojnë dhe lën hapësirë që po unë nuk kam kërkuar asnjëherë të jetë më i mirë. Ndoshta nuk e vëm në dyshim, por duhet të gjej formën se si t'ia transmetoj fëmijës që prindi nuk i ka kërkuar të jetë më i miri. Ka kërkuar që të përpiqet për më mirë, por duhet i lërë hapësirë fëmijës të jetë fëmijë. Të shijoj edhe gjithë kohën për të luajtur, për të argëtuar, për të pushuar, për të qetësuar. Nuk është zgjidhja më e mirë që prindrit bëjnë, që pasi të mbaroj shkollën, t'i futet e një 3-4 kurse, edhe të angazhoj deri në darkë dhe fëmia të dali realisht i ezauruar në fund të ditës. E qartë, përveç momentit që ju sapo përmendët është pjesa që fëmijët mund të vinë dhe të kërkojnë ndihmë te zyra juaj, për shkak që jam i lodhur, ose mund të shprehin ato ndjesitë ose emocionet ose pjesa e ngarkesës të gjitha, domethënë lodhje emocionale, psikologjike, çfarë do qoftë ajo. Mësuesit drejt për së drejti në momentin që vërejnë, çfarë duhet të bëj konkretisht? Të komunikoj me prindrin. Komunikimi drejt për drejt. Po. Shiko, prindi duhet të di çfarë funksionon dhe çfarë po keq funksionon. E di që për mësuesit bëhet sa e rënd, fakti që mund të kesh 30 nxënës në klasë dhe të flasësh me 30 prindër, po e marrim sikur po flasim me një prind tek për tek. Por shiko, nuk është se ndodh me të gjithë që ti të shohësh që sot 30 nxënës pas kanë problematika. Kështu që unë mendoj që kur mësuesi, dhe zakonisht po a them mësuesve me të cilët unë punoj, shikon një sjellje atipike tek nxënësi, pra një diçka ndryshe, të cilën nuk e ka bërë më parë, ose mund të duket si shqetësuese, është faqur kohët e fundit, ta konsultoj një herë me prindin, sepse ndoshta prindi mund të ketë një shpjegim dhe të thojë, shiko, ndoshta fëmia im po e bën këtë gjë sepse në familjen tonë ka ndodhur kjo gjë kohët e fundit, dhe ti arrin ta kuptosh dhe mësuesi arrin ta mbështesë më mirë fëmijën në klasë. Merr çështje tjetër, pozicionohet ndryshe. E drejtë. Arrin t'i ofrojë ndoshta çaj mungon për momentin, nëse familja, fjala bie, po marr një rast jo fort të këndshëm, por nëse familja po kalon një proces divorci, sigurisht që sjellja e fëmijës në shkollë do ndryshojë. Kjo është e pritshme. Atëherë është momenti që mendoj gjithmonë duke respektuar atë që prindrit janë të gatshëm të sjellin, sepse ne nuk kemi askush t'i detyrojmë. Është momenti që të kemi një lidhje të mësuesit me prindin, një informacion të mirë, një bashkëpunim të mirë, që mësuesi të di çfarë të ofrojë tek nxënësi. Të ofrojë qetësinë, sigurinë, ta mbaj më afër sepse është më emocional. Pra, kur kemi bashkëpunim të mirë, të di dhe mësuesi si të reagojë. Ndoshta kjo është ajo pjesa e kërkesës së bashkëpunimit ose të qenit të hapur si nga ana e institucioneve varësimore dhe familjeve, normalisht është drejt për së drejt mirëqenia e fëmijës dhe interesi më i lartë është fëmia. Por jo gjithmonë, dhe në momentin pastaj që duhet hyj dhe psikologu, jemi akoma pak të tërhequr te kjo pjesa, sado që ka ndryshuar shumë kohët e fundit, por përsëri mbetet. Ndoshta te pjesa e
institucione varësimore në përshkolla, ajo që edhe ju e përmendët është që fëmijët vinë vetë tani ose adoleshentët preferojnë të vinë vetë, sikur edhe thjesht për një orë, thjesht për një këshillim. Është ajo pjesa të paktën ka filluar ta heshin çika të imazhin, domethënë të frikës në thojza ose asaj imazhit të krijuar për psikologun, se po vajtet e psikologu patjetër që je i çmendur thon. Dhe mua më vjen keq kur e dëgjoj. Tani jo ai shumë, por e thon, domethënë tani jo ai shumë, ti jemi sinqert. Por më përpara po. Nëse shkon te psikologu je i çmendur. Tani jo, fëmijët e kanë kuptuar që ti je i ngarkuar, mund të shkosh te psikologu dhe e kanë për kënaqësi se dalin të çlirët emocionalisht. E kanë kuptuar që te psikologu shkohet për të diskutuar edhe se u stresove për një provim, për t'i kërkuar mendim si mund të menaxhosh stresin para një provimi. Shkohet për t'i thënë që u zure me shokun dhe shoqen tënd të ngushtë. Pra, e kanë kuptuar që shkohet edhe për gjëra të vogla por emocionale. Dhe kjo ndoshta i ka bërë më të hapur për të kërkuar vetë ndihmë. Sesa prindrit, edhe prindrit patjetër që kanë ndryshuar, po ka edhe prindër të cilët nuk kërkojnë ose nuk pranojnë që fëmia të punojë me një psikolog. E mendojnë në forma të ndryshme, ne jemi të gatshëm të pranojmë çdo lloj gjëje që na ofrohet. Patjetër duke respektuar faktin që ne jemi aty për interesin më të lartë të fëmijës, për mirëqenien e fëmijës, kështu që e pranojmë çdo lloj kushtesh pune. Pjesa vite më parë për shembull të shkoje te psikologu i shkollës, normalisht kush kalonte te zyra aty pastaj fillohen dhe targetoheshin patjetër që shiko kush e di se çfarë ka ndodhur, kush e di se si është. Ajo që do doja që ne ta diskutonin dhe të na e tregoje pak nga rastet, normalisht se rastet janë të përditshme në punën tuaj. Si fillon një rast, për shembull, dita e një personi që ka ankth social? Shiko, në rastin më të mirë kur vjen në shkollë, sepse ndodh që refuzojnë të vinë në shkollë, duke shfaqur simptoma nga më të ndryshme. Refuzimi i parë. Refuzimi është i pari, por duke shfaqur simptoma fizike pastaj. Në rast se vinë në shkollë, janë fëmijët që janë më të turpshëm, më të ndrojtur, ata që rrin pak më të diferencuar, që nuk bashkëpunojnë shumë nga ana sociale, ulen diku nga bankat e fundit, preferojnë të rrinë në bank vetëm. Kur mësuesja pyet se kush ka dëshirë të përgjigjet, pra në mënyrë vullnetare, nuk ngrihet asnjëherë në mënyrë vullnetare. Pra, shikon një mos angazhim social. Dhe kjo është ajo që duhet të bjerë në sy. Mund të jesh person, se këtu bëhet një ngatërres, mund të jesh person introvert. Por edhe introvertët kanë shok dhe shoqe të ngushta. Pra kanë një shoqëri të caktuar. Edhe introvertët përshëndeten me të tjerët. Ti preferon kur ke mundësinë të qëndrosh vetëm dhe të pëlqen më shumë shoqëria jote, por kjo nuk të bën jo social me të tjerët. Këta persona, të cilat kanë, pra këta fëmijë, këta nxënës, të cilët mund të vuajnë nga ankthi social, i druhen bashkëpunimit social. Dhe kjo gjë i bën më të tërhequr. Kështu që këtu fillojnë dhe ndryshojnë sjelljet, që ne ta kuptojmë me çfarë kemi të bëjmë, me tiparet karakterit apo me një çrregullim emocional që fëmia po e vuan. Por nuk ka ditur si ta tregoj apo ku ta flas. Një rast mund të jetë ndonjë prish mund të na dëgjoj, mund të jetë ndonjë adoleshent që mund të na dëgjoj. Nëse ai mund t'i përshtaten një nga ose deri në 3 nga këto gjëra që ju sapo thatë. Si mund ta shikoj veten ai? Shiko, gjëja që unë nuk preferoj të ndodh, që ndodh masivisht, është vetë diagnostikimi. Nuk është funksional, nuk është i vërtet bëhet në mënyrë, domethënë unë nuk mund të diagnostikoj veten time se ne nuk jemi racional me veten tonë. Kështu që patjetër një adoleshent mund të dëgjojë 1-2-3 gjëra dhe të shkojë te psikologu i shkollës. Pra, kë kam më afër. Te punojësi social i shkollës, sepse varet çfarë shkolla ka si shërbim social. Nëse e vuan këtë gjë, nëse e ka problematik këtë gjë, duhet ta konsultoj. Okej, edhe pa pasur 3 simptoma, duke pasur vetëm një, është një gjë që të shqetëson, e ke aty, pse mos ta shfrytëzosh? Okej, është në shërbimin tënd, pse mos ta marrësh këtë shërbim? Kështu që adoleshentët mendoj që janë pak më të pjekur, arrin ta dallojnë dhe ta pranojnë kur duan të shkojnë dhe kur nuk duan të shkojnë, pse nuk duan të shkojnë.
Tek fëmijët është pak më problem se nuk arrin ta dallojnë se apo e vuajnë është së brendshmi, së jashtmi problemi. Është paskalimtar ose nuk. Eksakt, fëmijët nuk arrin ta kuptojnë mirë. Ndoshta adoleshentët e kuptojnë më mirë, por ajo që jap rëndësisht theks është jo vetë diagnostikimi. Adoleshentët janë tani të lexuar me teknologjinë, me këto rrjete sociale, është ajo pjesa që ju edhe e përmendet introvert, ekstrovert. Domethënë ndoshta e gjej veten dhe fillojnë pastaj dhe analizojnë dhe vetveten dhe kjo është gjë e mirë pastaj.